Zoti jonë të bareke ve teala në surën të cilën neve ndam disa minuta për ta shpjeguar, quhet surja Al-Balad. Surja e 90 me radh në mushaf, e cila i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në Mekë. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu këtë sure e fillon duke u betuar në vendin e shenjtë. Dhe ajo është qabi Allahu te bareke ve teala. Andaj tha Allahu xhelle xhelaluhu: la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Tha betohem në këtë vend. Cili është ai vend? Ai është Mekë, Allahu te bareke ve teala. Dhe tha pastaj Allahu xhelle xhelaluhu: dhe ti jeton në këtë vend. Wa anta hillun bi hadha al-balad. Dhe ti jeton në këtë vend. Kjo sure dietarët kanë shkoqit dhe kanë nxjerrë mësime dhe porosi dhe këshillat shumëta. Neve do t'i huazojmë disa prej tyre dhe cilat t'i shohmi të rëndësishme. E para, e cila shumë e rëndësi në këtë sure, se Allahu xhelle xhelaluhu me gjithë shenjtrinë e Mekës, me gjithë paprekshmërinë dhe hirmetin që e ka qabja e Zotit xhelle xhelaluhu, Allahu te bareke ve teala i thot Muhamedit alayhi salatu wassalam: unë betohem qabe, o ente hillun, se ti e në qabe. Kanë dhirë djetarë një mësimi cili është shumë e rëndësi, të cilin e kanë formulu me këtë shpreje: vendi nuk e shëntron askan. Kjo është shumë e rëndësi ta kuptojmë, se ti në cilën pjesë tokës dhe në cilën pjesë geografike je vendos, apo je i vendosur pa dëshirën tënde, kjo nuk përcakton vlera. Nga se si kur ti shkon vlera, se nëse je në vendin e madh, i kishin morë me kelit vlerën për Mekës. Për Allahu xhelle xhelaluhu ka caktu banor xhenemit midis qabe. Dhe ajo është Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, agja i pejgamberit alayhi salatu wassalam. A nuk e lexon ti surën ku mallkohet Ebu Lehebi? Tabbet yada Abi Lahabin wa tabb. Thot Allahu xhelalu ala: u shkatru, u bot copa i mallkum Ebu Lehebi. Kush e Ebu Lehebi? Agja i pejgamberit alayhi salatu wasalam. E mirë, Ebu Lehebi çfarë roli ka pas në Mekë? U kon zotnia i Mekës. Ai ka pas çelsat, ai ka vendos aty. Andaj tha Allahu xhelalu ala: betonën qabe, ama qabja si jep kërkujna shentri, siç mendojnë shumë njerëz, se vendet apo përkatësimet apo adresat ju japin atyre më shumë dhe i ngopin më shumë me vlera. Jo, vlerën ja jep ti vetes, me takvallokun tënë, me dijen tënde, me punën tënde, me meritën tënde, veç tënën. Ajo e cila është sa'i jot, vepra jotja, nxitimi jot, angazhimi jot. Andaj tha Allahu xhelalu ala: wa anta hillun bi hadha al-balad. Dhe ti je duke jetuar në këtë vend. Pra mos bukon ti, nuk merr vendi begati dhe bereqet. Mësimi tjetër që e kanë dhënë dietarët është betimi i Zotit në qabe, duke qenë qabja vendi shkretirës, dhe në fund Allahu te bareke ve teala e ka bërë vendin më të dashur dhe më të mallëngjir të njerëzve, e cila është Mekja. Tregomni, ai ban dikush Mekës reklam me përjashtim të atyre që të kanë biznes këtë punë. Ai ka bërë dikush dikur qabës reklam. Po gjëra tjera sa reklamën e kanë? Kjo është e mirë, kjo është e mirë. Sa reklamën e kanë? Mirë, në qabe a kanë shku njerëz me reklama pa reklam? Wallahi asnjë reklam mos me ekzistu. Asnjë firmës me na ka thënë që ka me shku në qabe, njerëzit e dojnë qabën, muslimanët e dojnë qabën. Madje sot aq vende konkurrojnë dhe regjistrohen për me shku në qabe, sa që nuk i zë. Andaj duhet me përcaktu me përqindje. Ky vend me kaq përqindje, ky vend me kaq përqindje. Kush e ka bërë këta? La uqsimu bi hadha al-balad. Thot Allahu xhela: betonan këtë vend. Vend shkretine. Vend shkretine ka bërë Allahu xhela këtë tokën. Dhe këta të se të merren me gjeografi thonë se Mekja, qabja është epicendra e tokës. Epicendra, boshti i tokës është qabja. Kush e ka bërë? Allahu te bareke ve teala. Provoti, që shkanë provu njerëzit në përvende ndryshme, me vendos shtëpia dhe me thirrën tonë ibadet. A ka shku dikush? Kanë shku ato që i kanë pagu që dy pari. Mirë po zemrat e njerëzve, madhrimet e njerëzve, malli i njerëzve,
Për kanë i merë? Për qabën e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj Allah betojë në qabe, pa reklamat njerëzve. E ka ba Allah vend të shenjt, dhe vend dhe cilën njerëzit lakmojnë me shku. E dojnë atë vend. Këtë njerëz e din sa është i qmuar ai vend. Andaj premsime që ka i nxirë mina, se Allah kur do dikujt mi dhonë nam, i jep nam. Kush e ka rujt emrin Nuhit? Kush e ka rujt emrin Musait? Kush e ka rujt emrin Isait? Kush e ka rujt emrin Sulejmanit? Kush e ka rujt emrin Davudit? Kush e ka rujt emrin Ibrahimit, Ismailit? Kush e ka rujt? A nuk është Allahu xhellahu ala? A kanë porosit ato me u rujt emri? A kanë regjistruar ato evidenca? A kanë pas kamera? A kanë pas ata i thartë shumë të cilët ata do t'ja u përqonin? Jo. Madje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar neve se një numër i madh i pejgamberëve kanë pas pak pasues. Kanë pas pak pasues. Kush ja u ka rujt emrin? Allahu xhelel xhelalu. Andaj merr rregull. Nëse je i lidh me Allahu xhelel xhelaluhu, Allahu te bareke ve teala ta ruan namin, ta ruan emrin, ta ruan famën. Andaj një ditë prej ditëve ishte të shkruajt një libër Imam Maliku, rahimahullah, imami i Medinës. Ishte shkruajt një libër të cilin e quajti Muwatta. Kështu e din nxënësat e dijet dhe ulemat. E shkruajti Muwatta, në atë libër i mbledh të hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ardhën do njerëz dhe i thanë: "O Imam, këtë Medinën kanë nis njerëzit të shkruajnë që si libre Muwatta." Deri sa në një transmetim i kanë thënë: "O hoxh, 200 njerëz kanë nis me shkruajt çështu libër me të njëjtin titull, Muwatta." Ajo do më thonë mbledhja haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ju tha ki imam i cili ishte edukuar në shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte edukuar në ajetet e Zotit xhelel xhelaluhu? Çka tha? Watta'u fa watta'na ma kana lillahi fayabqa. Fa dha ta shkruajnë Muwatta, edhe na shkruajnë Muwatta. Vetë çka është për Allah ka Mehmet. A e dini të ndëruar xhamatli se piçatinve 200-ve që kanë shkruajtur tjerë, asë një dorëshkrim s'ka met. Veç libri Imam Malikut, i cili është libër për mbledhjes i haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ajo çka Allahu e cakton me met, ka me met në tokë. Andaj mos u orvat që ti me boj tharr, ndjekës, fam, mu të ngrit fama, se Allahu ta zhduk më herë. Andaj sa njeriu për shembull ka pas fam, shekullit kaluar, para shekullit kaluar, sot ato njerëz mallkohen, nuk kanë pesh. Sa njerë në komunizëm ju kanë tut njerëzit për vdekje, por sot mallkohet me zaneve të më të mëdha. Shkruhet kundër tina me zanin më të madh. Nga sa Allahu xhelle xhelalu kur e ban dikant farosur, s'ka dikush që ja zgjat imrin atina. Andaj Allahu xhelalu betohet në Kabe dhe në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për cilën arsye? Sa Allahu i jep bereqet dhe mirësi dhe ja zgjat dikujt na famën sa doj Allahu te bareke ve teala. Dhe fundi i surës të ndëruar xhamatli, Allahu xhelalu ala pasi e përmendi se njeriu nuk i pranohet vepra posa nëse i plotson disa kushte. E para me besue. Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Ata që besojnë e këshillojnë njëri tjetrin me sabër dhe e këshillojnë njëri tjetrin me bë rahmet. Gjëja më e madhe që njeriu mund me bë këtë dunja është me besue. Pastaj me bë sabër, se besimi ka tatim. S'ki mundësi ti mu regjistru për në xhennet pa pagujt. Vallahi mu regjistru dikun me hiktu me një vend i cili arktohesh ta e zbavitesh, s'ki çare pa pagujt tatim. Edhe kjo dunja ka tatim, pa dhe ahireti ka tatim. Çka tha Allahu xhelala? Mu këshillu me bë sabër dhe mu këshillu me bë rahmet, me mëshiru njerëzit. Pastaj Allahu xhelala e vazhdoi këtë sure dhe përfundoi, tha: "Walladhina kafaru bi ayatina." E ata çka i mohojnë ajetet tona, çka i quajnë këto ajete të rrena, çka i quajnë Kur'ani nuk është çashtu. Çka tha Allahu xhelaluhu? Hum ashabul mash'ama. Ata janë njerëz të majtës, njerëz të keqës. Ata do të ringjallën nga e majta. Narun, me një zjarr i cili është i mbyllur mbi ta. Një zjarr i cili është i mbyllur mbi ta, s'kan mundësi me dalë pi atina. Për çfarë arsye? Nga se i kanë shfrytzuar begatitë e Zotit xhelel xhelaluhu në atë që nuk e don dhe nuk është razi Allahu te bareke ve teala.